Pas Pashkës ortodokse, besimtarët ortodokse i Himarës dhe fshatrave përreth festojnë ditën e burimit të Dhënës, një ditë kjo e dedikuar vazhdimësisë së jetës dhe simbolit të Nënës Maria. Në manastirin e Athales, që ndodhet në majën e malit në Himar, blidhen me qindra besimtar. Atë Haralam Gjoka tregon simbolikën e kësaj dite të shenjtë për të gjithë besimtarët. Sipas Atit, në manastirin e Athales, kjo festë shërben për të përkujtuar paraardhësit që lanë pas një trashëgimi fetare që po trashëgohet nga brezi në brez. Të tilla festa shërbejnë sipas Atë Gjokës për të bashkuar më tepër njerëzit mes tyre. Dielën e parë pas Pashkës festojmë burimin e të Dhënës, që do të thotë e të rëshënjta Mari që lindi Krishtin, cili është jeta e njerëzve. Pra e të rëshënjtas burimi i jetës, që jep jetën, i Krishtit domethënë. Dhe është një fest këtu, siç e shikoni, që mblidhen çdo vit, rinia e Himarës, edhe gjithë krahinës, për të festuar dhe për të kujtuar, sepse shumë e rëndësishme ta themi, për të kujtuar edhe para ardhësit tanë, të cilët na lanë këtë trashëgimi edhe fetar të besimit ton, edhe ku bëhet kjo tani shkak dhe na mbledh prap pas shumë vitesh të gjithë neve për të festuar edhe të rëshënjtën Mari, por edhe për të bashkuar e të kujtuar që jemi vëllezër, edhe që kemi një trashëgimi për të vazhduar edhe për të quar më tej. Me këngë dhe valle, me gatime tradicionale, kryesisht mishin e pjekur në hell, duke zhvilluar lojra të ndryshme, me qindra besimtar kremtojnë festën në manastirin e Athales, ata në fjalën e tyre tregojnë se festat të tilla mezi i presin për të kaluar sa më mirë. Besimtarët thonë se prej dekadash e festojnë po njësoj duke ruajtur traditën. Kjo festë simbolizon është Pashka e Madhe e ortodoksisë dhe është festë që e festojmë gjithë krahina, është traditë nacionale për të gjithë këtë zonën këtu. Që kur kam lindur, e mbaj mend që kam qenë fëmijë që kam njohur veten time, këtu mblidheshim dhe këtu festohej në këtë vend. Pavarësisht rrymat politike, po festa dhe besimi jon fetar ngjelet në kulmin absolut. Brekulli, kënaqen njerëzit, frymëzohen me frymën e tyre të shenjtë. Festimi kësaj është duke njerëzit pjekin mishra, argëtohen me muzikën, i kushtojnë çdo gjë vetëm qefit. Asgjë tjetër, vetëm qef a eng. A e bi mesazh? Një mesazh uroj që të gjithë ortodoksit, të gjithë kombin shqiptar, që një fitore edhe të çlirohet Shqipëria e njëre për gjithmonë nga oligarët dhe mafja grabitja e pronave. Sa vitesh vinë në kishën e Athalit që feston festën? Unë kam 10 vjetë që jetoj në Himar dhe pothuajse vim çdo vit në Athal. Jam me besimit ortodoks. Është shumë e rëndësishme, është një festë që na bashkon të gjithë himariotëve dhe jo, është kisha e jetë burimit, e Zogullokut Pigjis që thuat, ose edhe të Rëshënjtës Mari, edhe mblidhemi çdo vit pothuajse të gjithë. Duket shumë e bukur, si që shikoni dhe vetë, njerëz ka shumë. Dhe shumë, çdo vit, pothuajse. Me timshoj dhe me familjen. Shumë bukur. Prej sa vitesh e feston këtë festë? Prej 6-7 vitesh e festoj këtë festë. Është një festë shumë e bukur, mblidhen shumë njerëz. Një organizim shumë i mirë. Mblidhemi këtu, pjekim mishra, me zgar. Shumë bukur, shumë i kënaqur. Çfarë kuptimi ka për? Çfarë simboli ka? Kjo simbolizon kishën, domethënë, është një vend i shenjtë, një vend që ndihesh mirë. Po, dërgojmë lutje. Atmosfera si duket? Shumë bukur. Me shokët e mi, do po pjekim një mish këtu, do ulemi gjithë së bashku, të festojmë. Po patjetër. Nga je vetë? Unë nga Kuçi. Po. Kam marrë për të festuar këtu me shoqërinë time. Një mesazh për rinit, çfarë do thoje? Ju uroj që të kalojmë sa më bukur, të kërcejmë, të këndojmë, të kalojmë sa më bukur. Në shpatet e malit mbi Himar ndodhet manastiri vjetër i Virgjëreshës, Athaljotisa, ku mund të ecësh vetëm në këmbë. Ai është ndërtuar në një kodër rreth 2 orë në lindje të qytetit të Himarës.
Athali, si që thonë ndryshe në Himar, është një vend pelegrinazhi i zonjës së bekuar. Kisha është ndërtuar në 1795-ën, e pranë saj gjenden ndërtesa gjysmë të rënuara të manastirit të vjetër.